Mirdita. Lajm rajonal i Shqipërisë po dhe në botë është lajmi në të cilën Departamenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i drejtuar nga sekretari i Shtetit Marco Rubio, shpreh qëndrimin e tij në përgjigje ndaj një gazetari të njohur se ai nuk përkrah dhe nuk mbështet vendimet politike, politizuese, apo qëndrimet politizuese të administratës Biden, në rastin konkret për Sali Berishën. Pra, në këtë mënyrë, Departamenti Amerikan i Shtetit i jep përgjigjen më të fuqishme atyre përpjekjeve që u bën për një Shqipëri pa opozit nga Edi Rama në mendësinë e etërve të tij, George Soros dhe Antony Blinken. Ky vendim i një rëndësie të madhe shkputjes dhe mospranimit të vendimeve politizuese, përpjekjeve të administratës së mëparshme që për shkak të lobimit korruptiv të Edi Ramës dhe George Sorosit të ndëshkonin opozitën konservatore, përfunduan një lloj si ai që firmosi në aty ku e kanë vendin. Me këtë rast, unë falënderoj Departamentin e Shtetit, sekretarin Rubio, administratën e re dhe presidentit Trump për këto qëndrime jashtëzakonisht të rëndësishme kundër vendimeve të ekstremit të majt, kundër vendimeve të forcave antidemokratike të majta në Shqipëri dhe kudo në botë. Ky vendim është gjithashtu një shpërblim i madh për të gjithë ata demokratë e demokrat që në kushtet më të pazakonta qëndruan për kauzën e drejtë, qëndruan për të vërtetën, e cila vonon dhe nuk harron. Ky vendim nxjerr edhe një herë në para shqiptarëve dhe botës fytyrën e shëmtuar të atyre që morën përsipër një akt të tillë që me vendime politike të godisnin opozitën konservatore në Shqipëri.